zgaroj me presidentin Vjosa Osmani si kandidate për presidentet Republikës, si që thot edhe vetë kundërshtarin politik, në një normalizim që tashmë tingëllon si vedije e re politike, por unë metem ushtrues detyra ama. Lidhja Demokratike e Kosovës zgaroj me presidentin Vjosa Osmani si kandidate për presidentet Republikës dhe njëkohësisht bartëset listës tonë zgjedhore dhe me mua, kryetarin e LDK-s, si kandidat nga LDK për kryeministër të Republikës. Ky propozim bashkimi është mbështetur dhe votuar në plotësi nga kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sot këtë propozim po shtroj edhe para jush, para Këshillit të Përgjithshëm, jemi në fazën e një farë normalizimit krizës. Një gjendje ku papritshmja bëhet krejtësisht e pritshme, ku të shkosh në zgjedhje të jashtëzakonshme është krejt e zakonshme, ku të qenurit me pozita të ushtruesit detyrës nuk shihet më si problem substancial demokratik për Kosovën, por si pjesë normale e jetesës sonë institucionale. Si që thot edhe vetë kundërshtarin politik, në një normalizim që tashmë tingëllon si vedije e re politike, por unë metem ushtrues detyra ama. Thuaj se s'ka asgjë të parregullt në këtë konstatim. Por për Kosovën, në gjendjen e tanishme, nuk ka gjë më të rëndë se të ketë ushtrues detyre në çdo pozicion institucional.